Ndërtimi i portit të ri të Vlorës, një projekt i cili përgjatë gjithë kohës ka vazhduar me ritmet e breshkës, duke patur her pas here ndërprerje dhe gjithashtu një sër problematikash. Për të gjithë ata të cilët e mbajnë mend, u tha se prej disa muajsh, projekti i portit të ri të Vlorës dhe peshkimit nuk po avansonte, për faktin se firma e cila kishte për detyrë realizimin e këtij projekti ishte e angazhuar në projektin e ndërtimit të Unazës së Madhe në Tiranë, duke patur ultimatum për përfundimin e projektit deri në fund të vitit të kaluar. Kjo firmë u angazhua në Tiranë për të realizuar projektin madhor, i cili u vendosi detyrim edhe nga qeveria shqiptare. Gjithashtu u garantua se pas dhjetorit, kohë kur do të përfundonte Unaza e Madhe e Tiranës, ritmet e punës në portin e peshkimit për të ndërtuar aty portin e Vlorës do të nisnin me ritme, por faktikisht megjithëse Unaza e Madhe e Tiranës përfundoi së realizuari dhe gjithashtu ka kaluar disa muaj nga përfundimi i saj, ritmet në Vlorë nuk janë shtuar. Në më tepër se 3 muajt e parë të këtij viti, projekti për ndërtimin e portit të ri të Vlorës ka mbetur në vend numëro. Firma në fjalë po vazhdon prej vitit që lan pas tashmë që po punon vetëm në një drejtim, mbushje me gur, çakëll, zhavor të vendit ku do të ndërtohet porti i Vlorës. Gjithashtu puna vazhdon edhe për zgjatjen e kalatës, por vetëm kaq, asgjë më tepër. Madje as kalata nuk ka përfunduar dhe duket ende larg përfundimit. Në çdo ditë të javës, aty mund të shohësh vetëm 2 makineri të tonazhit të rënd, të cilat punojnë për të transferuar gur apo çakëll nga një vend i terrenit kalatës në tjetrën. Ndërkohë e njëjta firmë justifikohet sërish me faktin se është mbyllur bypassi i Vlorës dhe nuk mund të marrë materiale ndërtimi prej andej, ndërsa vlen të theksohet se me këto ritme, projekti jo vetëm që nuk do të përmbushet brenda afateve, por do të vazhdoj për shumë gjatë, ndoshta edhe për shumë vite.